Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum, mirë se takohemi së bashku për të realizuar emisionin Kolazh Javor. Do t'i sjellim sot përmbledhje të emisioneve të cilat u transmetuan gjatë javës në televizionin PIS TV në gjuhën shqipe. E pa humbur kohën, do të fillojmë me dy përmbledhjet e para që vijnë nga dita e hënë. Hoxh Enes Goga solli pjesën e dytë të temës mëshira e Muhamedit alayhis salam ndaj grave. Hoxha tregoi se çfarë vendimesh morën të tjerët për gjinin femrore, ndërsa përmendi se si feja islame u dha privilegje atyre. Madje siç tha ai, një kopje origjinale e Kuranit ju dha një femre. E gjithashtu këshilla të shumta sollin Hoxh Enis Rama në emisionin e drejt për drejt çka thot feja. Shikuesit kishin pyetje të ndryshme, ndërsa ne shkëputëm bisedën që flet për kismetin e mbulesës. Të ndjekim tani dy përmbledhje të para për sot. Në kohën e mbretit Henrit të 18 ka marrë një vendim të çuditshëm ku i ndalohet femrës ta lexojë Biblën. I ndalohet femrës ta lexojë Biblën nga se femna është e papërshtatshme që të lexon Biblën, kështu kanë marrë vendim, ndërsa në një vendim tjetër është marrë e drejta femrës që të hynë në kishë. Ndërsa më lejoni të përmendi për fillim vetëm një shembull që dëshiroj të bëj një komparacion, një krahasim mes këtyre vendimeve dhe qëndrimeve të çuditshme dhe mes qëndrimit të Islamit. Kopja origjinale e Kuranit pas vdekjes pejgamberit alayhis salam ka mbetur në kujdesin e Hafsas radiallahu anha, e cila ka qenë njëra nga bashkëshortet e pejgamberit dhe e cila ka qenë vajza e Omerit radiallahu anhu, dhe kopja e Kuranit ka mbetë që të ruhet dhe të kujdeset për të Hafsaja. Do të thonë të bëjmë një krahasim mes qëndrimeve që i dëgjum më herët se nuk i lejohet femrës të e lexon Biblën, apo nuk i lejohet asaj të hynë në kishë, dhe mes qëndrimit të Islamit, kopja origjinale e Kuranit ka mbetur në kujdesin që të ruhet prej Hafsas radiallahu anha. Shqyqyës të ndëruar, kur e shqyqojmë jetën dhe biografin e pejgamberit alayhis salam, mësojmë se femrës i është dhënë hapësirë, i janë dhënë të drejtat. Zaten, vetë pejgamberi alayhis salam ishte ai i cili i ka dhënë hapësirë gjinisë femrore, dhe është ai vetë personalisht i cili është marrë me problemet, madje është marrë edhe me problemet e grave që ato kanë pas shqetësime të caktuara gjatë jetës së tyre. Ishte pejgamberi alayhis salam i cili përgjithmonë e liroi femrën nga robëria. Ishte pejgamberi alayhis salam me qëndrimin e tij që një herë për gjithmonë e liroi femrën prej mentaliteteve të qoroditura e primitive, gjithnjë duke shpërfaqur të drejtat e tyre. Pejgamberi alayhis salam edhe porosit, edhe inkurajon që bashkëpunimi dhe produktiviteti t'jenë prezent tek çdo burrë dhe tek çdo mashkull në familjen e tij. Thot pejgamberi alayhis salam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri për juve është ai i cili është më i miri për familjen e tij, dhe unë jam më i miri për familjen time. Do të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë porosi, sikur na transmeton Aisha radiallahu anha, e ka bë dhe ka inkuraju, i ka nxit të gjithë burrat që ata të jenë të dobishëm, që ata të jenë produktiv, që ata të kooperojnë me familjen e tyre, respektivisht me gruan e tyre, me gruan e tij. Çdo burr duhet të bashkëpunojë me gruan e tij dhe me familjen e tij. Pastaj është pikërisht Aisha radiallahu anha, e cila thot se pejgamberi alayhis salam asnjëherë prej grave të tij nuk e ka rre asnjëherë.
Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nërsa Muhammedi s.a.s. ka thënë, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush shpik në këtë çështje në fen tonë diçka që nuk është prej saj, nuk është prej fesë tonë, agjerimi me ujë turbot nuk është prej fesë tonë, as ka qenë kur. Ka thënë i dërguari s.a.s. kurdo që shpik në këtë fen tonë, diçka që nuk është prej saj, nuk është nga mësimet e Kur'anit, nuk është nga mësimet e Muhamedit s.a.s. fa huwa rad, është refuzuar, nuk pranohet. Nga se Allahu xhallahu ala ka dërguar Muhammedin alayhi salatu wasallam që të na mëson neve se si të agjërojmë, si të falemi, çka duhet festojmë, kur duhet festojmë, kur të gëzohemi e kur të pikëllohemi. Kjo është detyra e tij. Andaj nuk ka mundësi që i dërguari alayhi salatu wasallam të vdes dhe të lënë hapësirë për të tjerët që të plotësojnë misionin e tij duke na mësuar për veprimet e caktuara, si duhet të agjërojmë, si duhet të bëjmë ata kështu me radhë, nëse ai s'na ka mësuar. Atë kjo nuk është kjo përfundimi i misionit? Jo. Nërsa Muhamedi s.a.s. ditën e haxhit, apo ditën kur e ka bërë haxhin, ditën e Arafatit, ka thonë, o Zot, a e plotësova misionin tim? Allahu më fashhet, o Zot, dëshmoj se unë e kam plotësuar. Allahu si përgjigje ndaj kësaj kërkese, si dëshmi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka plotësuar misionin tërësisht për atë që na duhet në adhurim, me ajetin në surën e Maide, ajetin e 3, surja Al-Maide, Allahu xhallahu ala thot: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Sot un akmaltu lakum dinakum. Unë sot u plotësova fenë juve. Plot është. Mbosh, s'ka mo. Për dash me fut diçka në te, duhet me nxjerr diçka pesa, se nuk zemo. E plotësova, e kom bë kamil. Plot. Nëse do diçka të futesh në te nga jashtë, do detyrosh me nxjerr diçka. E si të nxjerr diçka ke bë dy krime. E ke nxjerr një mësim që Allahu ka dashur të jetë këtu dhe ke futur një mësim tjetër që Allahu nuk ka dashur të jetë këtu. A duhet jemi të kujdesshëm. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe kam plotësuar në tërësi begatin tim ndaj jush. O plotësoj begatia. Dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja e juaj. Cili islam të jetë feja juaj? Cili islam? Sot folet islami tradicional, islami i këtij kontinenti, islami i këtij planeti. Cili islam është Allah i kënaqur me të? Islami, ky islam, që Allah po thot për të, raditu lakumul islam dina. Jam i kënaqur që islami të jetë feja juaj. Cili islam? Po çaj islam që ka zbrit ky ajet në kohën e tij? Shumë thjesht. Allah është i kënaqur me islamin që e ka prezentuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kemi një telefonat, urdhëni? Po, valla, urdhëna. A ka mundësi më pas shpjegue për muslimon ka që folën 5 vaktet edhe e din që kanë obligim në bolesën e thënë dhe në këshmet. Po. Çfarë këshille ja u këshillon që një muslimon ka? Po. Kemi thënë edhe për këtë dësar kemi folë, mbulesa është obligim për muslimonën. E ka obligim. Edhe absolutisht nuk guxon me vonë për kismet. A din kur është kismeti? Dikush, apo më ka thënë çush duket që kismeti. Unë salas të kom paçat kismetin. Kur është ai kismet? Me ta dhon kalendarin ty edhe me thon çu ku ki 12 muaj edhe ku ki ditë. Kallzoma në cilën ditë i bën kismeti? A din ti kur kismeti? Jo, nuk e di. Do nuk e bën që ti kur s'ki më mbulu. Nëse pret me kismet. Se s'po din kur është kjo punë herë. A ki arsye me shty? S'ki arsye me shty. Andaj kismeti fetarisht përfundon atëherë kur ti e merr vesh që ki borx. A ke marrë që ki borx më mbulu, po e çtash o kismet më mbulu. Çtash më herë. Kur e ke marrë vesh që ki borx më fal, e ku marrë vesh borx që një 5 vjet e di që kam borx më fal. Që atëherë ku kismet më më fal. Çdo vonim gjuna haki. Ata nuk bën me kismet më ashtu. Pse na punë tira si kena me kismet, pra, veç kur bjen fjala për fena me kismet e kem. Edhe namazin kena me kismet, edhe me mbulesën kena me kismet, këtë punë fetare kena me kismet. E punë tjera pse kena me kismet na? Për shembull, bukën. Si të janis pak barku,
do bukë se një mund tu. Le, me kismet. Kur të kismet han? Pse me kismet se në bukën? Mos bërë me flet natën. Kur o kismet me flet flena? Por rrim që shtu i herë. Te të vjen kismet të flena. A vjen në herë kismet? Ndaj gjumin e bëna syt në vjen gjumi që tërë kismet me flet. Syt në rokuria që tërë kismet e kene më hongër bukë. E pse prosit e marrë në vesh obligime s'po bëhet kismet më mbulu? Mbulat që tërë kismet? Nuk është kjo kismet është keqpërdor, kjo kismet. Kjo nuk lejohet shumë keqpërdor. Në momentin kur e merr vesh që ke obligim, kismet o kon më mbulu. Dhe mlahu. A mos e zgat këtë punë më tepër. A ndikojnë mëkatet e besimtarit të rreth mësimeve shkencore dhe mësimeve të tjera si dhe ikja nga këto mëkate çfarë sjell? Kjo ishte pyetja që trajtuam në emisionin duke kërkuar përgjigjen, ndërsa shkëputjen tjetër e morëm nga pyetja se a lejohet mallkimi i pabesimtarve. Besimi dhe arsyeja ishte temë e re në emisionin Eko që e trajtuan si zakonisht Ermir Hoxha dhe i ftuari i tij Hoxh Ahmed Kalaja. Padyshim se harami dhe gjunahet tona ndikojnë në çdo gjë në jetën tonë dhe në çështjet e jetës përditshme. Qoftë ajo marrja së dijes, po qoftë edhe rrjedhshmërisë e jetës dhe mirëqenies të cilën do ta dëshironim të gjithë. Sepse Allah xhaleshanu në Kur'an thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." A dhe gjithë ajo që ju godet juve nga fatkeqësitë është për shkak të gabimeve dhe veprave që ju i bëni, keni fituar me duart tuaja. Wa ya'fu an kathir, dhe ai fal shumë. Që nën kupton se prishja e mirëqenies, në këtë rast mos mundësia për të arritur dituri, qoftë të fesë, qoftë të shkencave të ndryshme, është, domethënë, gjunahet kanë rol, kanë ndikim, sepse kur njeriu bën gjunahe është larg mëshirës dhe rahmetit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe si i tillë nuk e ka për kujdesin e Allahut. Dhe ai pastaj problemet që mund të shkaktohen janë si rrjedhoja e gjunaheve që i bën. Dhe si e tillë ato shkaktojnë pengesa në nxënien dhe marrjen e diturisë dhe Allahu xhaleshanu megjithatë është i mëshirshëm dhe nuk na dënon, nuk na merr në përgjegjësi për gjithë veprat që i bëjmë. Përndryshe, domethënë, nuk do të meritonim të jetojmë asnjë çast për shkak të gjunaheve që i bëjmë, përkundër shumë dhuntive që Allahu na ka dhënë neve paraprakisht. Domethënë, nëse na do t'i përkushtoheshim fesë natë e ditë vetëm për t'i kompenzuar ose falëndëruar dhuntit që i kemi paraprakisht, nuk do të arrinim. E lëra më dhuntit që vijnë të njëpasnjëshme prej anës së Allahut xhaleshanu. Dhe për këtë arsye, domethënë, çdo herë që ngecim, nuk do të akuzojmë askënd përveç se vetvetes tonë për shkak të gabimeve dhe gjunaheve që i bëjmë. Sa i përket mallkimit, me të vërtetë çështja e mallkimit është një prej dispozitave të cilat janë të trajtuara në shariatin islam, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka preferuar në gjë të tillë. Domethënë, jemi duke folur për mallkimin në përgjithësi, ku ka thënë në një hadith se ata të cilët janë mallkues që mallkojnë shumë, nuk do të jenë as dëshmitar as ndërmjetësues ditën e gjykimit. Ose në një hadith tjetër që ka thënë la'nul mu'mini ka qatlihi, mallkimi besimtarit sikur se vrasja e tij. Dhe hadithet domethënë që shumë flasin për ruajtjen e gjuhës dhe se mallkimi është diçka që nuk i takon besimtarit. Lem yakun al-mu'minu la'anan wala fahishan wala badhi. Besimtarit nuk i takon që të jetë mallkues as fjalë dytë dhe domethënë të flet fjalë të pamatura. Gjitha këto tregojnë që mallkimi nuk duhet të jetë një shprehi të muslimani. Por se a lejohet të mallkojmë dhe a është evident mallkimi në fe, është. Allah subhanahu wa taala i ka mallkuar në Kur'an pabesimtarët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar idhujtarët. Dhe kjo në përgjithësi. Dhe nga kjo kanë ardhur dispozita të cilat dietarët kanë diskutuar se mallkimi personit të caktuar nuk është i lejuar, sepse ndoshta ai njeri në të ardhmen mund të pendohet. Ndërsa ata të cilët kanë vdekur dhe është e njohur me siguri që vdekja e tyre është në mosbesim, atëherë mallkimi i tyre është mallkimi i përgjithshëm dhe
sepse me këtë domethënë Allahu siç i ka mallkuar në Kur'an dhe pejgamberët e Allahut ashtu si i ka mallkuar. Gjithashtu mallkimi lejohet kur bëhet në përgjithësi. Allahu i mallkon zullumçarët, Allahu i mallkon kriminalët, të cilët bëjnë padrejtësi. Pra lejohet mallkimi në cilësi dhe jo në person. Dhe kjo është domethënë ajo më e mira për besimtarin që ta ruaj gjuhën, sepse spaku neve nuk na takon që të jemi gjykatës dhe përgjegjës për individet e caktuar, nëse ata janë të gjallë dhe shkojnë te Allahu është ai i cili do t'i llogaritë, dhe nëse kanë vdekur po ashtu, ndërsa ne në fen ton e kemi lejuar të mallkojmë ata të cilët domethënë bëjnë krime, bëjnë zullum, bëjnë kufër pa besim në Allah subhanahu wa taala, sepse ata thjesht nuk kanë një farë vlere. Por krejt kjo në përgjithësi duke mos e përcaktuar si individ. Por kjo është domethënë shkurtimisht dispozita rreth mallkimit, nëse ka ndoshta edhe detaje tjera të cilat mund të theksohen. Dhe faktikisht revolucioni francez, domethënë në thelb të tij kishte pikërisht këtë orientim. Dhe faktikisht ndodhi ajo që pritej në momentin që feja u shkëput nga pushteti, nga sundimi, bota shpërtheu eci përpara. Gjë që nuk ndodhi faktikisht me botën islame. Në momentin që u shkëputën nga feja dhe nga besimi, u lan tek të dyja, pra edhe nga ana e zhvillimit, modernizmit, shkencës mbetën mbas, po edhe pastaj nga ana e besimit u çan, u coptuan, u pushtuan nga kolonitë europiane, gjë që i dëmtoi domethënë thellësisht. Atëherë ku ishin mirë me besim, u bën lider dhe udhhoqën, orientuan botën. Dhe në momentin që lanë pas dore fen dhe besimin, pësuan ndëshkimin. E kundërta ndodhi me popujt e botës së krishtere, europiane dhe perëndimore, në momentin që ishin fe dhe në besim, ishin peng i zhvillimit dhe i modernizmit, dhe në momentin që u shkëputën, u çliruan dhe ecën përpara. Kështu që nëse do të themi domethënë në Islam, nëse duam që më të vërtet Islami t'i kthehet edhe një herë krenaria ose t'i kthehet edhe një herë pikërisht si më thon orientimi, siç ka qenë tjetë si më thon fener për botën, atëherë duhet t'i kthehet në radhë parë besimit, duhet t'i kthehet në radhë parë Islamit, dhe pas kësaj çdo gjë do të rregullohet nëpërmjet Islamit, sepse Islami nuk bie ndesh, domethënë nuk është Islami kundër hulumtimeve shkencore, nuk është Islami kundër zbulimeve, nuk është Islami kundër si më thon përdorimit të pasurisë në kërkime shkencore, absolutisht. Dhe nxënësit e parë që erdhën në Evropë nga Andaluzia u dogjën turrën në druve. Sepse kishin ardhur nga ai vend ku thuaj se duhet të studiojmë qiellin, po qielli nuk studiohet duke tunë zinxhirin. Duhet që patjetër të gjesh mjetet, të gjesh format dhe mënyrë që të arrish në studimin e qiellit. Nëse Zoti thotë veten tuaja nuk e keni studiuar në Kur'an, si studiohet, si ta studioj veten time? Atëherë shkenca e anatomisë, shkenca e cila merret me studimin e shkencat mjekësore, në shekullin e 9 në Andaluzi janë bërë operacione me qepje. Që do të thotë se, domethënë, koncepti shkencë dhe fe, nëse do të themi që arsyeja është shkenca absolutisht, bile ne themi ne një për argumentave të fuqishëm që përdorim në arsyetimet fetare është argumenti shkencor. Pra ne kur themi se alkooli është haram, themi 1, 2, 3 ka thënë feja, po edhe shkenca e ka vërtetuar, mjekësia e ka vërtetuar. Jeta sociale e këtyre njerëzve ka vërtetuar, ne përdorim shkencën, pra ne fetarët, ne njerëzit e besimit islam, flas për besimin islam të paktën, e përdorim fen si argument i fuqishëm për treguar se ja, është e vërtetë ajo që ka thënë Zoti. Ja, është e vërtetë ajo që ka thënë i dërguari i tij profeti Muhammed alayhis salam. Kështu që nuk është se kemi ne ndonjë problem, as për arsyes së pastër, as për logjikës së shëndosh, as për shkencës dhe zhvillimit të shkencës. Absolutisht. Mirë, është interesant tani të dëgjojmë disa individë se si e perceptojnë raportin midis arsyes dhe besimit. Ti dëgjojmë këto në intervistat që kanë marrë gazetarët tanë në terren. Çdo të thotë thjesht i arsyeshëm. Thjesht i arsyeshëm me pak fjalë është të vesh logjikën mbi instiktet, të vlerësosh në bashkëjetesë në tjetrin, të vlerësosh edhe jetën e tjetrit domosdoshmë. Kjo mbi gjitha është kjo, të vlerësosh jetën e tjetrit. Unë do t'jap pak një përgjigje paksa si të rrallë këtë, se
Ne besojmë për një arsye. E do më thënë janë shumë të ndërlidhura me njëra tjetrën, nuk i ndaj. Do më thënë besoj për arsye. E kam të lidhur ngushtë njëra tjetër. Besimi është. Besimi është mbi gjitha. Të nderuar teleshikues, po shoqëroni me emisionin Kolazh Javor dhe vazhdojmë kalojmë tek dita e mërkurë për t'ju sjellë përmbledhjen e emisionit Kam një problem. Sigurisht në këtë emision të drejt për drejt u paraqiten probleme të shumta për të cilat u përkujdes Hoxh Muhamet Dërmaku që t'u jap zgjidhje në mënyrë të pastër islame. Të ndjekim përmbledhjen nga dita e mërkurë dhe emisioni Kam një problem. Selamu alaikum, a kam obligim të kujdesem për vjehrën që është në shtrat që 9 vite. Ajo ka thot 3 vajza dhe 2 nuse të tjera që nuk duan të dinë që nëna përkatësisht vjehra atyre ekziston. Pyetje e ndihshme dhe e cila në esencë nuk mund të mos na vejë në siklet për përgjigjen e duhur. Kur e them këtë, jo se e kam të vështirë të përgjigjem me përgjegjësinë se kujt i takon që të kujdeset për këtë nën, e cila është që 9 vite në shtrat, pra është e nevojshme për ndihmën e të tjerëve, sepse nga vetë elaborimi i pyetjes sikur duket që edhe vetë shikuesja jon e ka të qartë se kujt më veç i takon përgjegjësia për ta kry emanetin hynor për kujdesjen tonë ndaj prindërve. Mirë po e them se më vën në siklet sepse përgjigja e duhur, se përgjigja reale, sikur më bën një pasqyrë të menjëhershme, a thua vallë, nëse edhe kjo motër me këtë rahmet, pra kjo nuse në këtë shtëpi, me këtë rahmet, largohet nga përgjegjësia e të tjerave për ta marrë një mbikëqyrje këtë nën, këtë vjehër, respektivisht, atëherë cili do të ishte realiteti që do të ndodhte. Megjithatë, Allahu i plotfuqishëm të gjithëve, qysh na mëson në Kur'an, të gjithë njerëzve thotë ju kemi krijuar prej një babe dhe një nëne. Dhe pastaj prej atyre dyve bëm që ju të bëheni shumë burra e shumë gra, ose në ajetin tjetër thot, prej tyre ju bëm juve të jeni popull e fise. Në fakt pra, askush, si thot populli, nuk jem të ardhur prej qielli këtu. Të gjithë duhet të dim se kemi detyra si njerëz, karshi gjinis tonë pra njerëzve. Derisa dikush është ai që u lodh që të më sjell në jetë. Dikush është ai dhe dikush është ajo që sakrifikuan shumë nga jeta e tyre që unë të jem gjallë. Derisa ata përkundër mundimeve të shumta, mjafton barash të zënja e nënës. Mjafton pastaj dhe i te kalon çdo norm momentet e lindjes dhe në momentin kur asaj i thuhet pas asaj gjendje kaotike, pas asaj gjendje të vështirë edhe fizike edhe shpirtërore, i thuhet se ke një djalë dhe me ato mërzi të mëdha i buzëqesh fytyra prej gëzimit se lindi dhe një djalë, ose lindi dhe një vajzë, ose se vajzës pati mundësi që t'ja bëj një motër. E kështu me radhë. Shtrohet pyetja, vallë, a këta janë njerëzit që e harrojnë këtë mirësi të madhe, e harrojnë këtë sakrifisë të madhe, dhe e harrojnë se edhe këta janë të ekspozuar që të mplakën dhe të vinë në një ditë të nevojshëm për ndihmën e tjetrit. Dietarët kanë thënë, nuk ka punë të jetës tonë të përditshme që konsiderohet investim si sjellja e mirë me prindrit. Këtë të ejtë, Hoxh Agim Bekiri foli për drejtimet e njerëzve në zbatimin e obligimeve ndaj Muhamedit a.s.
Ky trajtim u bë në emisionin Obligimet e besimtarit ndaj të dërguarit të fundit, të gjithashtu të ejtën, Hoxh Zeki Çerkezi në emisionin Mirësitë e namazit foli për vlerën dhe dobit e të qëndruarit në sejdë. Të devotshëm janë ata të cilët kur bëjnë ndonjë punë të pahishme, ose kur i bëjnë padrejtësi vetvetes, dhekarullaha fastaghfaru li dhunubihim, përmendin Allahun dhe kërkojnë falje. Wa man yaghfiru dhunube illa Allah. E kush mund t'i fal mëkatet dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë, kërkimi i istikfarit që është një prej veprave më të dashura të Allahu subhanahu wa taala, një vepër që vazhdimisht e ka bërë pejgamberi sa madje në disa hadithe që ndron sa i nga 100 herë në ditë ka kërkuar falje për Allahu subhanahu wa taala, duke thënë astaghfirullah ose duke thënë astaghfirullah wa atubu ilay, kërkoj falje për Allahut dhe pendohem tek ai. Kjo është, më thonë, një metodë, më thonë, për t'ju afruar Allahut subhanahu wa taala. Po në përgjithësi, më thonë, veprat e mira janë një mjet për t'ju afruar Allahut azza wajal, dhe kjo është kuptimi i drejtë i tevesulit. Kështu duhet ta kuptojmë këtë term të shariatit. Do të thonë që të marrim, do të thonë, t'i afrohemi Allahut me diçka që Allahu e do. Ato që e do Allahu subhanahu wa taala janë veprat e mira, janë at-taat. Nuk ka nevojë që ne të gjejmë një ndërmjetësues për të Allahu subhanahu wa taala që të na ndihmojë ai, që Allahu subhanahu wa taala të informohet për shembull për situatën tonë. Këto nevoja nuk i ka krijuesi. Prandaj krahasimi i mbretërve të kësaj bote me Allahu subhanahu wa taala është kufër, është mosbesim. Dhe emërtimi i lutjeve që ua bëjnë të vdekurve në mënyrë që ata të vdekurit pastaj të lutin Allahun azza wa jall, emërtimi i këtij veprimi si shefat, do të thonë është emërtimi i gabuar, sepse nuk është as në gjuhë, nuk nënkupton ndërmjetësimin, as nuk nënkupton ndërmjetësimin as në shariat, sepse është kërkesa, është, do të thonë, nevojtari, është ndërmjetësuesi dhe është ai i cili ndërmjetësojnë njerëzit. Pa ekzistuar, më thonë, 4 faktorë nuk mund të quhet një veprim si shefat. Kurse ata të cilët mundohen që të argumentojnë me shefatin që do ta bëjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e ahiretit për të filluar llogaria e krijesave, që Allahu azza wa jall t'i merr në llogari krijesat, më thonë, gjithashtu është një çështje të cilën e pohojnë hadithet e vërteta. Është e vërtetë se njerëzit do të mblidhen dhe do të shkojnë te Ademi alayhis salam, do t'i thonë ti je babai i njerëzimit dhe pejgamberi i parë. Lut Allahun që të filloj llogaridhënia. Ai do të thotë, unë, domethënë, jam i preokupuar me vetveten, shkoni te Nuhi, pastaj Nuhi alayhis salam do ta thotë njëjtën, do të thotë shkoni te Ibrahimi, Ibrahimi sa do t'i dërgoj te Musa alayhis salam, Isa alayhis salam në të dërgoj të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, derisa thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, unë jam për këtë dhe do të shkoj do të bëj shefat. Nuk është e njëjtë të krahasosh këtë gjendje, domethënë, që do të ndodhë në ditën e ahiretit, ku të gjithë do të ringjallen, do të jenë, domethënë, në një tokë të përbashkët, të krahasohet me situatën, domethënë, kur për shembull lutjen që dikush u drejton të vdekurve, qoftë ai edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në përgjithësi, domethënë, shefatin e ka pohuar në këto raste, kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë dhe është kërkuar prej tij që të ndërmjetësoj për gjëra që ai ka pas mundësi, domethënë, t'i bëj. Atëherë çka të themi për atë i cili me nguti i bën sejdët? Çka të themi për atë i cili po don me ik prej Allah subhanahu wa taala? Kush nuk ka qef që ne të jemi ma gjatë, ma afër me Allahun? Shejtani. Atër pra shejtani e ngut njeriun, bën e shkurt, subhanallah, vetëm thjesht thuj edhe ngritu prej sejdës. Pse? Sepse shejtani nuk ka qef që ti të jesh ma gjatë afër me Zotin tënd. Pra mos e ndëgjo shejtanin, rri ma gjatë në sejdë, kënaqu në sejdë, ndi abulsi në sejdës, sepse vallahin, billahin, tallahin, njeriu nëse nuk ndin ambëlsi, nëse nuk ndin kënaqësi e lezet në sejdë, atëherë nuk është diçka në rregull me sejdën e tij. Këtë ambëlsi, këtë kënaqësi duhet ta ndi
sepse është më së afërm me Zotin e tij. Ta paramendojmë sikur dikush na vështron, na shiqon, mirë po na nuk e shohim atë, ai na sheh neve. Pra, ta kemi atë ndjen sikur po na përcjell Allah edhe jemi më së afërm me Allahun edhe ta bëjmë se më mirë këtë sejdë tonë. Sepse një prej sahabeve, Rabi ibn Ka'b el-Eslemi radhiyallahu anhu, thot isha me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe i qita ujë për me marr abdest, edhe kur mur abdest, ashtu që ka qenë i kujdesshëm. Vëllezër dhe motra të dashur, nuk ka pas njeri më të kujdesshëm, më të vëmendshëm, më të drejtë me bashk udhëtarin e tij, me bashk biseduesin e tij, me bashk shoqëruesin e tij. Dhe me njëherë don me diçka me shpërbly Rabian radhiyallahu anhu, i dërguar e Allahut, sepse më qiti ujë për me marr abdest, edhe i tha sel, lyp, kërko çka po don. Edhe prej kërkimit të këtij sahabiu duhet të mësojmë diçka shumë madhështore. Ka shumë e shumë raste tjera kur sahabet i kanë parashtruar pyetje edhe kanë kërku, edhe çka kanë kërku? Atë maksimalin, atë më të mirën, më të dobishmën, xhenetin e kanë kërku. Edhe ky sahabi po i thot të dërguarit kur e ka thonë lyp, es'eluke murafiqatek fil janna, ja Resul Allah, o ti dërguar e Allahut, po kërkoj shoqërimin tënd në xhenet. Nuk po kërkon vetëm xhenetin, mirë po kërkon shoqërimin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Çka do thot? Pjesën më të mirë, më të lartë, më të bukur në xhenet, sepse i dërguari i Allahut alaihi wasallam do të jetë në vendin më të mirë në xhenet. Pra këto po e kërkoj. Me një kërkim ka lyp diçka shumë madhështore. E ka lyp xhenetin, po plus dhe vendin më të mirë të xhenetit, sepse në atë vend do të jetë i dërguari i Allahut. Nuk i ka thonë i dërguari, ja ti s'mundesh me ardh me mua në atë vend të xhenetit, por e ka mësuar nëse e don këtë vend të xhenetit, vend më të mirë, më të bukur të xhenetit, atëherë e ka këshilluar se çka më bë, si fitohet, si arrit deri te ky vend. Edhe i ka thonë, njerë po e pyet, e gajre dhalik, diçka tjetër po kësaj apo don? Është përgjigj vetëm kult hu e dhak. Kjo mu më mjafton. A ka nevojë njeriu, vëllezër dhe motra të dashur, a ka nevojë njeriu për diçka tjetër? Nëse hyn në xhenet, plus në atë vendin më të bukur ku qëndron me e shoqëron i dërguari sallallahu alaihi wasallam, jo ka thonë, nuk kam nevojë për asgjë tjetër. Të jem xhenetli edhe shoqëruesi yti në xhenet. Kjo mu më mjafton. Atëherë mu përgjigj i dërguari Allahut duke thënë, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud, ndihmoj vetes me shumë sejdë. Pra bën shumë sejdë gjatë jetës tënde, nëse don me qenë shoqëruesi ymë në xhenet. Në emisionin e së premtës ecim së bashku me Hoxhën Ekrem Avdiu trajtuam një temë të re. Biseduam për ditën e Ashurës dhe devimet e shumta që bën njerëzit në këtë ditë. E gjithashtu do t'ju sjellim edhe një sër përgjigjesh nga ky emision. Por deformime tjera janë edhe sjelljet e disa, sidomos të fraksioneve shiite në ditët e manifestimit të Ashurës. Neve shqyrzotit në vendin tonë nuk kemi të atill. Mirë po i shohim nëpërmjet ekraneve televizive se si e manifestojnë për shembull në vendet ku janë ata ose ku janë shumicë nëpër Iran, Irak, Liban, në disa vende të caktuara, dhe e vren se ato forma të manifestimit janë të mërshme, janë irrituese. Nuk ka mundësi që një njeri t'i shoh njerëzit duke vepruar as njësoj, edhe ti interesohet, pyes çfarë bojnë këta njerëz, çka janë këta njerëz, i thonë vetes musliman, çfarë bojnë kështu? Këtyne u vije keq pse në ditën e Ashurës është vrarë Imam Huseini radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me te, ka qenë nipi i dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata tash e ndashkojnë veten e tyre duke ra me zinxhire, me gjëra të ndryshme, duke u përgjakur si shenjë keqardhje pse ka ndodhur një gjë e tillë. Në të vërtetë kjo është një deformim shumë i madh, për arsye se nëse dikush e sheh prej anash, nuk ka mundësi dikush të lakmoj edhe të thotë të shakon edhe unë musliman. Të merrohet njeriu duke parë skena të atilla. Kjo është e para. E dyta, tërësisht mungon baza islame e veprimeve të atilla. Absolutisht nuk kanë kurfar baze, as nga Kurani, as nga Sunneti i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa logjikisht ku ka mundësi që t'i përshkruhet fesë islame një ritual i atill
vetë torturues. Kur e dim ne se Allahu i madhruar namazin, agjerimin, na i ka lehtësuar në raste specifike, kur nuk mund t'i përballojmë, s'mundemi me e përballu qëndrimin kom gjatë namazit, e kemi lehtësimin e qëndrimit ulun. S'mundemi me e përballu agjerimin, e kemi lehtësimin e mos agjerimit. S'mundemi me e përballu haxhin, zakatin, gjërat e ngjashme. E ku ka në fenë e Allahut fuqiplot që njeriu të goditet, të godas veten në atë mënyrë të përgjaket gjoja për shprehje të keqardhjes. Kjo ishte pika e dytë. Pika e tretë, që gjithashtu është e rëndësishme. Aty unë mendoj se më tepër se çdo gjë tjetër ka hipokrizi në ato veprime. Ka shtirje. Për arsye se sikur ti ishte logjike shëndosh. Edhe sipas doktrinës shiite, Aliu është personalitet më i ngritur se sa Huseini. Edhe do duhet që spaku, nëse është ndjenja e keqardhjes, edhe nëse themi kushtimisht, duhet të torturohemi në atë formë për shkak të keqardhjes, atëherë do duhet ta bënim për Aliun para se ta bëjmë për Huseinin. Dhe në vend se ta bëjmë për Aliun, do duhet ta bënim për vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, para se ta bëjmë për Aliun. Megjithatë, zgjedhja e Aliut, e Huseinit, edhe zgjedhja e ditës së Ashurës, edhe ato forma mendoj se janë deformime shumë të mëdha, dhe shfrytëzoj rastin do të thotë të deklaroj që kur shohin shikuesit tanë të nderuar as i pamje, le ta dinë se Islami është shumë larg prej atyre praktikave devijante. E fali namazin e sabat, nga njerë zgjojmë shumë e kthjellët, nga njerë i harroj dovat. Haresa e liron njeriu në mas të madhe prej përgjegjësisë, mirë po mundohet kujtohesh edhe të kthjellesh, domethënë për mos me harru. Pyetja tjetër ishte për koncentrimin, domethënë si të koncentrohemi ma mirë në namaz, vetëm paramendoje vetëm para kujt ke dal. Paramendoje vetëm se ke dal para Allahut fuqiplot, dhe paramendoje se ky është namazi i fundit, mendoj se këto dy elemente janë shumë të rëndësishme për të koncentruar ashtu si duhet. Po, në xhami del. Po, në xhami unë i kisha preferuar ti vëlla që e bëni pyetjen e namazit të sabahut. A me dal na e me vazhdu dhikrin kolektiv, ashtu sikur se bëhet tek ne, apo mos me bëhet dhikr kolektiv me lënë dikush që s'din. Jo, përgjegjësia jote, ti nëse mundesh me dal, me u bë imam, e din me lexu Kur'an, atëherë je përgjegjës pse del dikush tjetër që s'din me lexu Kur'an. Madje edhe nëse dalja jote nën kupton që me e bën një dhikr kolektiv në fund të namazit, mendoj vlera e vet namazit është shumë më e madhe se sa një tejkalim i një natyre më të lehtë. Po, nëna që është mbuluar. Nëna është mbuluar, njerëzit thonë, jo nuk flasin keq, njerëzit thonë i pagun dikush. Është shumë e vërtetë se i pagun Allahu fuqiplot. Dhe sikur njerëzit ishin të vetëdijshëm për pagesat, shpërblimet që i bën Allahu, atëherë të gjithë do të ngarendnin, do të nxitonin për t'ju përkushtuar fesë Allahut fuqiplot. Ndërsa ajo që thonë se marrin parë, ajo është një intrig, ajo është një dezinformat, ajo është një diçka të cilën ne e dimë se çka janë gjendje njerëzit të bëjnë për parë. Edhe deri tash si u fol kaq shumë me vitet tona, marrin parë, hala nuk u zbulon një vend ku ka po vinë ato parë s'kush po jep ose kështu me radhë. Po, muzika është harame, përmendja e vllau përgjigjen, ndërsa llojet e muzikave sigurisht disa janë tejkalime më të rënda se disa tjera. I përmendi muzikë, ato këngë patriotike, unë e thash vetëm vetë, të kishim shumë këtë muzikat e Kosovës me i prun nivel të këngëve patriotike, i kishim mshël syt dyqysh. Vajza në fakultetin juridik thot nuk duam me punu, nuk duam me gjyku se Allahu është gjykatësi i vërtet. Ka drejt vajza. Mirë, po edhe ju si prind keni drejt për arsye se derisa është diplomuar në fakultetin juridik, nuk është puna e vetme që e bën juristi vetëm në gjykatë me punu. Do të thonë ka edhe punë tjera të cilat mundet me i bë edhe me gjetë atë punë edhe me punu. Dhe sa ditë me agjeru, do të thonë, po, sot edhe nesër është në rregull, nesër edhe mas nesër është në rregull, po edhe sot e nesër e mas nesër, do të thonë 3 ditë, të gjitha këto janë në rregull. Madje mendoj që më mirë ti është 3 ditë me agjeru. Më mirë është 3 se 2. Me hoxhën Sedat Islami në misionin çfarë i përket një të penduarit, të shtunën mbrëma biseduam për të penduarit nga tradhtia bashkëshortore. Se cilat janë llojet dhe dobitë e vetë llogaritjes, kuptuam në emisionin Rruga drejt Allahut. Hoxhën Israma tha se një vepër e mirë konsiderohet kur ajo është e qelluar dhe e sinqertë. Baza ose themeli mbi të cilën ngriten raportet bashkëshortore është themeli i dashurisë dhe respektit të ndërsjellëm. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe Allahu ndërmjet jush
ka bërë dashuri dhe mëshirë, do të thotë respekt të ndërsjellën. Natyrisht se qëndrimet e burrit në këtë rast janë të gabuara. Për arsye se ne edhe fetarisht e kemi të ndaluar që ndërtojmë bindjet ose qëndrimet tona në bazë të paragjykimeve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Iyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith." Keni kujdes nga supozimet, nga paragjykimet, për ato se për shkak se ato janë të folurit më i rrem. Pra nuk janë gjëra në të cilat ka të vërteta. Kësaj ajo çfarë ka bërë ky burr që ka insistuar, do të thotë në një gjë të tillë, ose që ka dyshuar në gruan e tij dhe ja ka shprehur gruas së tij këtë, është gabim i madh. Edhe për faktin se kjo gjë është vërtetuar në disa raste, se ka pasojë të veta. Disa prej meshkujve budallën kanë akuzuar gratë e tyre se nuk janë të ndershme, dhe me kalimin e kohës, për shkak të atij presionit që kanë patur nga burrat e tyre, ato vërtet kanë rënë në punë të tilla. Pra përderisa burri nuk po i zëmbes, përderisa burri po konsideron të tillë, atëherë ato edhe kanë bërë këto veprime. Por ajo që burri duhet bën për t'ia fituar zemrën gruas së tij në këtë rast, është që e para të shpreh keqardhjen e tij për atë çfarë ka bërë dhe të mundohet ta bindë gruan se me ato qëndrime nuk ka patur për qëllim të ofendoj gruan e tij, por se ka qenë dashuria e madhe për të dhe xhelozia për gruan e tij, pra që vetëm ajo të jetë vetëm e tij ashtu siç duhet të jetë, do të thotë kanë qenë gjërat që e kanë nxitur atë për të bërë një gjë të tillë. Ndryshe jo se ka dashur ta ofendoj atë ose dyshoj në moralin e saj. Po hakmarrja e kësaj natyre nënkupton që për shkak se është bërë një mëkat më parë, të bësh edhe ti një mëkat më parë. Kjo natyrisht se është gabim, është qëndrim të cilin një besimtar nuk duhet ta ketë. Përderisa një grua është penduar nga kaluara, është penduar nga mëkati. Kjo nënkupton se pendimi mbyll një kapitull të tërë. Dhe burri asesi nuk guxon që tashmë të hulumtoj për atë kaluar, tashmë të hulumtoj për gjërat që i ka bërë gruaja e tij në të kaluarën. Me përjashtim nëse gruaja e tij vazhdon me këto gjëra dhe nuk do të thotë insiston këmbgul në to, nuk pendohet prej tyre. Ndryshe burri nuk ka të drejtë që të bëjë gjëra të tilla, ose Allahu na ruaj që në këtë rast kinse për të hakmarrë në gruas së tij edhe ai të bëjë veprime të tilla, të cilat do ta komplikonin punën më shumë se sa që është tani e komplikuar. Vlerësimin e kësaj dhe përcjelljen e kësaj sprove e ka vetë llogaritja. Që ne në fundit prodhimi në final të jetë vepra e mirë. E kur është një vepër e mirë? Fudali ibn Iyadi ka thënë, vepra e mirë është kur e sinqert dhe kur e qelluar. E sinqert është kur bëhet për hir të Allahut dhe e qelluar është kur të bëhet në rrugën dhe metodën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, tash të shkojmë praktikisht. Unë dua të kryej një vepër. Tashmë praktikisht si funksionon vetë llogaritja? Shikoj. Kjo vepër fillimisht cili është motivi? Cili është qëllimi? Çfarë dëshiroj me këtë vepër? Famë, autoritet, lavdata apo për hir të Allahut e kam? Dua që Allahu im të jetë i kënaqur me këtë vepër. Dua që për hir të Zotit unë ta bëj këtë vepër. Dua që Zoti tim që e kam të vetmin që e adhuroj t'ia kushtoj vepën time. A është kjo apo kjo? Vetë llogaritja është një filtr që definon këtë apo këtë. Unë e di, belil insanu ala nafsihi basira. Njeriu e njeh vetën e tij më së miri. Dhe kriteri i dytë është mirë, mund të jemi sinqert, mund të jem shumë korrekt në këtë drejtim. Mirë po, do të shikuar se a plotson kushtet e dytë kjo vepër për të kaluar provimin, a është në përputhje me rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A ka bërë këtë vepër Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? A ka miratuar një veprim të tillë? A na ka nxitur, a na ka porositur? Apo jo? Nëse e ka rënë këtë provim, vazhdojmë. Dhe faza e parë e vetëllogarisë përmbyllet me sukses. Nga se ka kur është përballur me dy kriterë themelore, sinqeritetin dhe pasimin,
e ka kaluar provimin dhe ajo që kërkon nga ne thjesht është ta kalojmë provimin, se jemi në sprovë. Dhe pastaj veprojmë, dhe pastaj flasim. Disa nga dobit e përgjithshme qoftë individuale qoftë shoqërore, të përbashkëta, se duke rregulluar vetëm mendoj rregullojmë me shoqërinë në total. Dobit e vetë llogaritës janë të shumta, do thotë, janë të shumta. E para është se ne do të marrim me vete atë që na bën dobi dhe braktisim atë që na bën dëm. Kjo është dobi e mjaftueshme. Në një udhëtim njeriu që është duke shkuar, apo nuk harxhon energjinë për të vazhduar rrugtimin me gjëra të kota, me gjërat që nuk i duhen. Ato i braktis, merr atë që i duhet. Dhe neve në këtë udhëtim tek Allahu xhallahu na duhet ajo që na duhet. Nuk na duhet ajo që nuk na duhet. Prandaj shumë nga dietarët kanë thënë, kur kanë thënë, kanë folë për dalën për Allahut, kanë folë për kiametin, kanë thonë, janë ankuar. Dhe kur i kanë dëgjuar një duke ankuar, ndërsa ata kanë qenë në kulmin e vështirësisë, kanë thënë, pse po ankosh? Kanë thënë, es-safaru tawil wa zadu qalil. Apo ka udhimi i gjatë, sa fundimi pak. Nuk mund është përmend këtë udhim të gjatë të bartër gjëra të kota, të lodhesh dhe në fund tot nuk paguhet kjo asgjë këtu. Andaj nuk mund ta zbulosh sa je duke bartur atë që duhet apo atë që nuk duhet. A është në rregull apo nuk është në rregull? Pa vetë llogaritje. Se tullovia e jetës, subhanallahu, dinamika e asaj na mundson shpesh që njerëz të marrin gjithçka mes vete. Sikurse në luftë. Tullovia plot nuk dini ku është. Dhe thot një poet arab, thot se ta'lamu idha njala al-ghubaru tahtaka farasun am himaru. Apo kur të largohet pluhuri, atëherë kupton se ai i hi për në kale apo në magar. Nuk din nga tullovia dhe kaosi i madh i luftës. Dhe mendoj se njerëzit me vërtet nuk e dinë çka janë hip realisht. Për shkak të dinamikës së madhe të plurë të madhe që quhet në jetën e përditshme kështu më radh. Ndalo, shiko pak. Jo, duhet të ndërmjet në transportet. Ky nuk më shpije këtu. Jo, në zip, pse jam duke bërë këtë shkam të madh personale? Lejesë më llogaritë ta mundson kështu. Që të bartësh të marrë atë që duhet, të braktis atë që nuk duhet. Duke rrutur kështu energjinë, apo dhe duke ngritur çmimin tek Zoti nesër nga se ke gjëra të çmuara, nuk ke gjëra të paqmueshme. Për shkaqet që sollën ndodhin e 28 nëntorit të vitit 1912, bisedua me profesorin Milazim Krasniqi në emisionin Zëri i Arsyes. Krasniqi, ndër të tjerësh, tha se gjatë këtyre viteve shteti shqiptar ka pasur mjaft ngarkesa, por përkundër kësaj ka rezultuar që në 100 vjetorin e pavarësisë të ketë 2 shtete të pavarura. Ai shtoi se e ardhmja e shqiptarëve do të duhej të ishte bashkimi dhe integrimi evropian. Absolutisht të gjitha shtetet të ballkanike, domethënë Greqia, Bullgaria, Serbia dhe Malizi kishin të njëjtin pretendim që të merrnin sa më shumë territore shqiptare, që ato si më thon dealbanizonin nën pretekstin se nuk kishte shqiptar, ishin turq dhe pastaj thjesht të krijonin shtetet e tyre etnike. Bile mas luftës parë ballkanike, e cila e realizoi, si më thon, këtë objektiv të dëbimit perandorisë osmane dhe të coptimit të tokave shqiptare, ndodhi lufta e dytë ballkanike, e cila ishte luftë ndërmjet Bullgarisë dhe Serbisë, pikërisht për mosmarrëveshjet territoriale që u lindën në zotrimet që i morën në luftën e parë ballkanike. Prandaj qëllimet e tyre kanë qenë mizore, kanë qenë çnjerëzore në sensin e tyre, e kanë arsyetuar me propagandat e tyre agresive dhe po them çnjerëzore, edhe me pretekstin që këta janë shqiptarët, arnautët janë musliman, dhe si tillë janë trupi huaj në Evropë, dhe si trupi huaj që jashtë duhet të çrranjosen prej Evropës, kështu që me këtë, si më thonë, kartë ideologjike, ata kanë pas jo pak sukses edhe në çarqet ekstremiste, si më thonë, anti-islamike evropiane, për ta amortizuar për masën e gjenocidit edhe të krimit që realizuan kundër shqiptarëve. Kemi filluar 1912 me një shkatërrim total të territorit shqiptar dhe të kompaktësisë demografike edhe të jetës shqiptare. Ka filluar me një shkatërrim total. Dhe në 100 vjetorin kemi ardhur me 2 shtete shqiptare,
relativisht të konsoliduara, jo sa duhet, por relativisht, me Shqipërinë që megjithatë është një shtet që 100 vjet, dhe që tash është edhe antar i NATO-s, domethënë edhe në pikpamje të sigurisë, është në një ombrell të mbrojtjes kolektive, dhe me Kosovën si një shtet që ka dalë prej një historie shumë të rëndë, por që për këto 4-5 vjet të pavarësisë vet përditje më shumë në shumë aspekte po forcohet, po krijon qëndrueshmërinë si shtet. Pra realisht me e krahasu me pikën e fillimit, na kemi arsye me menu që i kena realizuar disa prej objektivave tona strategjik, sepse ideja optimiste e lindasve shqiptar edhe e themeluesve të shtetit shqiptar ka qenë që të krijojë një shtet etnik shqiptar në 57.000 dikon kilometra katror. Ndërsa me Shqipërinë dhe me Kosovën sot na kemi dikon rreth 40.000 kilometra katror. Domethënë nuk është çaq keq, si më thon, po të kish parasysh fillimin tragjik me cilën ka filluar shtetndërtimi shqiptar. Normalisht ajo që na ende vujm pasojat e periudhës komunizmit, edhe Shqipëria, edhe Kosova, sepse periudha e komunizmit ka kriju edhe disa veset e njeriu shqiptar, ka kriju, si më thon, e ka zbeh identitetin fetar, dhe zbeja identitetit fetar pastaj ka prodhu moralizim, ka prodhu disa sjellje devijante të pahishme, të cilat janë prezente në jetën shoqërore, ka prodhu kogja fort krizë të familjes, dhe na po e shohim përditje më shumë që familja shqiptare po sfidohet në shumë aspekte dhe stabiliteti i saj, nëse sfidohet stabiliteti i shoqërisë, pra ka punë shumë për të bën, për ta konsoliduar këtë këmbë, për të konsoliduar vlerat e tij, duke përfshirë edhe vlerat fetare, dhe për të konsoliduar këto shtete, të cilat unë mendoj që në periudhën e ardhshme duhet të hapni një kapitull të ri të bashkëpunimit të ndërsjellë, po një bashkëpunimi jo spontan, po të planifikuar, komplementar, në fushën e arsimit, kulturës, ekonomisë, pse jo dhe politikës, në që procesi i integrimit brenda kombëtar të forcohet dhe spaku të shkoj paralel me procesin e integrimit evropian. Edhe në këtë mënyrë do të realizoheshin dy objektiva paralele, sepse vërtet është që ndarja e gjatë, ndarja 100 vjeçare, ka lënë disa pasoja ndërmjet nesh, ka disa, si më thon, diferenca në shumë perceptime, në shumë vlerësime, të cilat me një komunikim më të madh, me një integrim duhet të sheshohen, dhe unë mendoj që e ardhmja finale vërtet duhet të jetë bashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte përmbledhja e fundit që sollëm për ju sot në emisionin Kolazh Javor. Klikoni gjithashtu në www.qsaivizks.com për të parë këtë emision dhe emisionet të tjera në internet. Mirë takofshim herëve të tjera. Deri atëherë, selam aleikum.